Kultivimi i rrushit kërkon përkushtim gati gjatë gjithë vitit. Kjo periudhë gjen vështare duke u marrë me kitjen, lidhjen e vreshtave e shumë procedurat të tjera që janë të nevojshme për vreshtat. Kështu bën të ditur edhe vreshtari Butin Batusha. Tash na vëso kemi përfundu procesin e kitjes, lidhjes së vneshtit, tash jemi në procesin e largimit të llastarëve të tepërt, cilët nuk na nevojitin tek pjesa e pradhimit, edhe mundohemi me reduktu atë pjesën e rendimentit për rrushin që dojmë e marrë. Mes të tjerash, Batusha tregon për llojet e rrushit që ai kultivon në vreshtat e tij. Për momentin i kemi rreth 7 hektar, i kemi dy lloje të rrushit, i kemi rrushin e venës dhe atë të troezës. Tek rrushi i venës kryesorin e kemi vranqin si varietet i kuq. Tek të bordhat e kemi muskatin, rizlingun edhe chardonnayn, ndërsa tek varietetet e rrushit troezës e kemi Black Magicin, që është kjo parcella këtu, e kemi muskatin e bordh dhe kardinalin. Ulja e temperaturave dhe bora fundit që ra gjatë muajit prill do të ndikojnë këtë vit në ulje të rendimentit të rrushit, bëjt e ditur Batusha. Te pjesa veshtarisë, domethënë gjithmonë është një fabrik pa kulm që i thonë. Edhe gjithmonë jemi të rrezikuar që nga pjesa të ftoftit, që nga pjesa e breshrit apo sëmundje të ndryshme që mundin me ataku. Këtë vit kemi pas një sfidë ka gjatë madhe me pjesën e të ftoftit, domethënë tash në muajin prill. Po që po mendojmë që kemi shpëtu shumë mirë, domethënë për shihet që ka rendiment kogja mirë me ato se çka kemi prit. Pra, po besoj që është normal që ka më pas rendiment pak më të vogël se sa që ka pas viteve të kaluara, por që në krahasim ato se cila ka mujt me qenë ai skenari më i keq, kjo është shumë mirë. Batusha shpreson se bora do të jetë dëmi minimal që do të atakojë rrushin gjatë këtij viti.